Ktheme pamje nga Pallati i Rinis dhe i sporteve në Prishtinë, ku bëhet gati nisë dhe pjesa dyta apo çeregu i tretë mes Sigal Prishtinës dhe PS 22-34, dy çerega të parë, 22-21 i parë, 20-13 i dytë. Prishtina që po dhe përsin disa herë në 10 pikë, kurse Peja me përsin më të lartë deri në 5 pikë. Por minutat e fundit të çeregut të dytë nuk ishin as të mira për skuadrën e PSG, që rezultoi që Prishtina ta mbyll me një përsi prej 8 pikëve. Ja dhe statistika dhe përqindja në gjuajtje dhe një ashtu numra në rebounde ku dominon skuadra PS, por në qarkullim të topit dhe në topat të vjedhur që është më e mirë skuadra Sigal Prishtinës. E përpar tashmë peshën në parket të Prishtinës me Djukes, Kakruki, Bailey. Pas që do tjetë Clarence dhe Altin Morina. Tepeja, Green, Williams, Edwards, Hajdari dhe Musab Mala. Tuem që shashtu se më i mirë në ndeshje edhe të pjesë të parë ishte Bailey të Sigal Prishtina, kurse tash Green me 11 ishte lojtari më i dalluar sa i përket pikëve të shënuara Tepeja, kurse Bailey që përmenda më herët shënoi 17 pikë në 16 minuta gjysmë në parket, ku pati edhe 5 rebound edhe një assist. Pare do t'jenë lojtarët e Gopius PS që do nisin në çeregun e tretë. Williams, Green për Hajdari. Aner Williams. Hajdari. Lëvën të maj, pasimi për Edwards, me forcë Edwards, shkon brenda gjuajtja ati, 22-36. Djukes. Khalil Djukes, vazhdon baj topin, dojle për 3, Djukes. Topi hyrë dhe dojle nuk ka pik, Williams. Rebound në mbrojtja, pasimi për para për Cesar Edwards. Dhe 4-0 shpejt e PS. 22-38. Kakruki, janë e pasim për Bailey. Që shënon pik të leta nga vërsia. 24-38. Williams. Williams provon sulmoj, Williams pasimi për Hajdarin. Hajdarin bja Altin Morinin e gjuajt e kontestuar për 3, nuk ka pik. Kakruki lufton me Edwards, topi të vazhdoj tjetë me skuadrën e PS pas gjyqtarit Kurtaljani. Shojna do marrë një challenge. Prishtina duke që jo. Mala. Williams. Brojlja shumë e mirë, Mala dhe 4 sekonda. Mala nga kjo distancë për 3. E fort gjuajtja nuk ka pik Hajdari. Kjetë të reboundës në Peja. Williams për 2 nga Maja, Chelsea shkon brenda gjuajtja. Sean Williams, 24-20. Kakruki, Djukes. Djukes provan që hapësirën, gjuajtja nuk shkon, Kakruki me rebound në soj. Vaj merë Kakruki, 26-20. Sa Mala. Edwards. Edwards me forcë. Vajloj me këm nga Kakruki, ku aksionet tashme në 14 që kthejet për skuadrën e PS. Mala, njafti shpejt, e mbyll hapësirën njafti mirë Djukes. Mala në gjuajtje shumë e vështirë gutet. Dërsta me vendimin që në atë mënyrë bëj gjuajtje kësa Mala. Clarence.
Kanë pasim për Bailey. Bailey lëviz perfekt. Bailey për plas topin e gol. Audrio Bailey. Pika 21 për Audrio Bailey. Hajdari. Williams. Në balore treshja. Williams. Shënon. Në shohën Williams. Pika 10 treshja po në 3 tentime. 28-23. Ka një faul të Malës në Dukes. Clarence. Clarence të Vizmir. Avë është Dukes që nuk shënon edhe një ka Kruki. Në një follow-up. Williams. Mala për Williams. Edwards. Në mesën e dy kundërshtarëve, pasimi gabuar, Clarence e vjedh topin. Williams të faul i mençur për dalë tranzicionin e Sigal Prishtinës. Marina. Shoj Marinën, pasimi për Kakrukin. Bailey, top i vjedhur nga Tash Green. Williams. Nga prapa Marina që janë mbet topin Altin Marina në dhejmë shënon. 52-23, dhe manje time out. Milacic, krye trajneri skuadrës së PES. Hajdari, shojnë në parketa dhe Poloshkën për Sigal Prishtinën, Mala. Dojtë mire Clarence, Mala dhe 5 sekonda, Sulman vetë, Mala, pasimi perfekt për Rut, që shënon duke përdorë tabelën. Jasa këndshë, Musam Mala. Poloshka. Poloshka gjithë një. Vjenë ndim Kramer, Poloshka për Bailey. Bailey për Clarence, një top i vjedhur nga Williams, transicioni është i PES. Mala në hapen Amdër, blokon nga Bailey, ja pasimi për Williams. Mala është i lirë, Mala nga anash për 3. Musa Mala! 52. 28, një 5-0 shpejt e PES. Fenomenal Musa Mala me 12 pikë. Ajena qasës taj perfekt për Rut. Time out Sigal Prishtina.
Paloshka, pasimi për pare me njerëshëm për Clarence, Aner Paloshka. Clarence, që ndëmërtimin e ti është fauluar. Bëhet gati edhe Jon Ismaili për të inkuadruar. Largohet Altin Morina. Jon Ismaili në vendin e ti. Paloshka për Bailey. Kramer. Bailey. Pasime për Kramer, nuk kuptohen ta dy lojtarë, ta bi humbur. Ola. Pasimi për Ajdarin, ndëmërtimi Ajdarin me të majtën, nuk ka pik. Clarence, në box-out i miri Kramer. Clarence është të lirë Paloshka, banohet në pasimin Clarence, vazhdon të mbaj topin. Shërben për Ismailin, Clarence të njerë. Clarence provon që hapësirën, lojnë për një me Ajdarin, Paloshka, edhe 8 sekunda. Ka pranë malën, Paloshka nga kjo distancë për 3 lartë për të shënuar. Ja ku në sprita shpejt e Williams, Arti Ajdari, i pa markuar për 3, Ajdari nuk ka Pigrin. Ka një fault para pregisht në rrut nga Kramer. Që ka probleme në dorën e majtë Kramer. Dhe vinë një challenge për ta parë këtë aksionin e fundit gjyqtari Shabani dhe Mumini. Ka gjykuar një faul, jo sportiv, ajo ndërhyrje Kramer në rrut. Kënë dy gjuajt e tira për rrut dhe posedimi do t'jetë në peje. Saktë në gjuajtën e parë. Saktë në të dytën, 52-50. Williams. Williams. Pa pranë Clarence. Williams në ballore për 3 për ta marrë për si peja jo. Ka Kruki për para malës. Nuk arrin ta kontrolloj në fund Tomi Valmir ka Kruki. Ka 15 sekunda, 3 për pejen. Shohim do vinë prapë gjyqtari për ta parë, sa do të jetë 14 apo 24 sekunda më pas.
edhe në 14 ku aksionit. Mola lirohet. Me njerë provan për 3, jo, pasimi për Rut, nga vërësia ka faul të Bejlit, 2 tira dhe djenë për Rut. Vërësia që të parasoj rezultatin skuadra e Kopjës Pejës. Shënon Rut në gjuallën e parë të lirë. Ka bënë të dytën, Clarence vëmenshëm në marri bound në betë minimale përsia e Sigal Prishtinës 3 minuta 13 sekunda loj në çeregun e tretë. Në gjuajle vështire Bejlit, nuk shënon. Mala, kundër zbritja është e Pejës, Mala në layup i mrekullueshëm. Musa Mala, 52-53. Kthehen në përsi Peja. Clarence. Në bërtimi Clarence, a ka faul jo. Duhet që posedimin do i takoj skuadrës Pejës, në super mbrojtje nga Musa Mala, duhet që mori eye kontakte në shtullën Mala. Fatin Shoshaj në vendin e tij, ashtu është edhe Arti Hajdari. Shoshaj. Në të përtemi Williams, në fauli. Është për nga Ismaili nga prapa. Fauli është për te vërgjikuar kjo. Janë Ismaili në shohën Williams. Krejt e pa nevojshme. Me shumë me rinë dëshkohet me një faul. Jo është për te Ismaili që tashmë është ullër. Sakt. Gjuajtën e parë të lirë Williams. Sakta në të dytën. Peja do vazhdoj me posedimin e topit. 52-55 në çerek. I treti mrekullueshëm nga skuadra mysafire që po fiton 10-11. Në fakt në 10-21. Ja Williams në pasim perfekt për Rut. Korridori krejt i lirë. 52-57, 5 për para Peja. Dukes, dalet për ty. Shënon Dukes. 54, 57. Hajdari. Shoshaj, pravan të vërtimi, Shoshaj, krejt i lirë, ka faul në Fatin Shoshaj, 2 tira dhe tje vërtë. Ka bën Shoshaj në gjuajtën e parë. Sakt në të dytën, 54-58 në 2 posedime vedet e vërsia e Kopjës Pejës. Clarence.
Pasimi shumë mirë për ka Krukin, cili nuk e përfundon si duhet aksionin. Kundërzbritja është të shpejtë, Williams dhe Pejes, Shoshaj. Dalën nga anash për 3, Shoshaj nuk ka pik. Lojtari më shtat shkurtër me rebound e sul, po nuk shënon nga mundësia dytë. Është fauluar Atri. Adro Bailey kërkoi falje që është fauluar nga Ruth. Clarence. Pasim e rrezikshëm. Bailey në dhe plus një. Adro Bailey pika 23. Ja, në mesin e dy kundërshtarëve. Shumë shkaputjen e Baileyt. Guarda, Podolska dhe Kramer dhe inkuadrohen. Clarence e shohim me shumë gjas ka Kruki do lë parketin. Pikërisht taj. Sakt, e Jordan e lirë Bailey. 57, 58. Shoshaj, për Green. Hajdari, çfarë kanë qarë, pa një faul të Kramer në Ruth. Dy gjuajt e tira dashme për Ruth. Paraqitje shumë e mirë nga ai deri tash. Ka 14 pikë, 8 rebound, 5 prej tyre në sul. Së bashku me Malin janë kush është nësit më të mirë. Ka banë Roth në gjuajtën e parë të lirë. Shananas në të dytë, Kramer me rebound. Pasime për Ajtin Morina. Sja që të theje përsim Prishtina. Morina. Hughes lirohet, pasime është për 3, 12 sekunda. Hughes për 3. Nuk ka pik, Kramer është ty topin, jo sakt, dhe gjemë vetëm Malën. Mala i vetëm në kundërzbritje, Musab. Mala pika 16, 57-60. Hughes. 8 sekunda. Pare se me çfarë rezultati në mbyllët këtë çerek i tretë. Hughes për Bailey. Bailey në ballore për 3. Nuk ka pikë dhe mbyllet kështu. 57-60. Një çerek i tretë i dominuar nga Peja. 15-26 që fituan ata. Bailey vazhdon të jetë lojtari më i dalluar në ndeshje me 24 pikë, 6 rebounde. E te Prishtina me pikë dyshifrore është edhe ka Kruki me 10 pikë në anën tjetër. 4 lojtarë me pikë dyshifrore të Peja, 16 pikë Majna, 12 Williams, 14 ka Roth dhe 11 Taj Green. Një pauzë shkurtër, na prek një çerek i katërt, shumë interesant mes Sigal Prishtinës dhe Pejas.
Gati më nisër Qeregu i 4. Në mes Sigali Prishtinës dhe PS. 57-60 pas 30 minutave loj. Për të pritur tashme edhe zyrtarin apo delegatin e ndeshjes dhe treshën e gjyqtarëve se a janë ende të përmbushura kushtet për të vazhduar Qeregu i 4. Duke pa një incident shumë të vogël mes dy geometri të tifozëve të PS që ishe në zonën VIP më pas që e pati një fjallose me disa tifozë të Prishtinës pas në dalje. Patën edhe disa fjallë për tifozët plisat që me njeru acaruan duke që gjithçka okej për të vazhduar me lojën. Po më mirë të me Qeregun e 4. Edhe të vazhdoj Qeregu i 4, gjithë sa në regull për të gjuar me lojën. Nuk do të ketë zbrazje. Gjux. Kratojnë Paloshka, pasimesh për të. Paloshka për Bejlin. Gjux. Paloshka. 3 sekonda, Paloshka shkon vetë. Paloshka në gjuajt e shumë e vështirë. Zaton! Paloshka 59-60. Mala. Për Morinën. Dueli. Falë është i Morinës. Ka zëvendësim, largohet Shoshaj. Për të inkuadruar Williams. Williams. Pasimi për Ajdarin, ja depërtimi, Ajdarin, top i umbër. Bailey për Kramer. Marina. Paloshka, qëtëson gjithçka, kanë kona akcion Prishtina. Paloshka ka dy kundërshtar, pranje, pasim për Kramer, Edward që vjedh. Williams. Alen Shwang, dy kundërshtar, Williams për Green. Mala. Ja pasimi për Edwards, Green në lëvizmir, Green provon për 3, touch Green! 59-63. Gjux. Për të përgjizur. Jo. Bailey. E ka një faul të Gjux në malën.
Sinani bëhet gati për të inkuadruar. Largohet Paloshka, Sinani në vendin e tij. Williams. Kanë gjuajtja vështirë, Williams nuk shënon. Hajdari me rebound në sulm. Mundësia të qërohet edhe më tepër sia e skuadrës së PES. Mola. Kanë pasim për Edwards. Kemi jump ball, Shqeta është në PEN. 8 minuta lojë në çerrekun e 4. Ka 3 sekonda. Ka mbetur në aksionin e PES. Green i pa markuar, provon për të shënon. Taj Green. Pika 16. 6 për para. Kop plus PEA. Ka një depërtim. Me topin kaluar dhe i fundit. Bailey, posedimi do i takoj skuadrës mysafire. Kramer lë vendin për Kakrukin. Mola. Hajdari, provon për 3. Nuk shënon Hajdari, Edwards, Bailey nga propa. Morina. Morina lëviz mirë. Është i lirë Sinani, pasimi është për të, Sinani shkon vend. Nuk ka pik, nuk arrin marrë as reboundit. Lufton Sinani, e ka posedimin e topit Sinani, do të kemi jump ball apo jo foul të Edwards. Në Arber Sinanin. Ullet Altin Morina, Clarence në vendin e tij. Ale pasim në thëtësi për Sinani, ka tjetër foul. Dy gjuajt e tira do t'jenë për Arber Sinanin. Ka banë Sinani në gjuajtën e parë. Sakë në dytën, 60-65. Mola. Williams. Koridori krejt i lirë, Williams për Hajdari. Arti Hajdari, 60-68. 8 për para, go plus PEA. Clarence. Pasimi për Dukes. Dukes provon një floater, përdor tabelën për të shënuar. Khalid Dukes. Williams. Hajdari. Dhe ka një faul të Edwardsit në sulm, është fauluar Arber Sinani. Rudo inkuadrohet,
Të largohet Edwards. Clarence. Dalet për 2. Nuk ka pinga Clarence. Mola. Clarence për pak që vjetë tobin Moles. Williams. Mola për 3. Mësa Mola dhe kjo shkon brenda. 71-62. Pa besueshme çfarë loje pes në pjesën e dytë. Pika 90 e Moles, 3-5 në 8 tentime, i janë zakonshëm. Clarence. Për Sinoni, nada përgjigje dorë për Sinoni, ju. Williams. Williams, më pak se 5 minuta, Green, Mola është në flok. Cilëm Mola, pasime për Green, bjen nga mbrojtja Sinonim, por bëjnë e punë të jashtëzakonshme nga Kruki në mbrojtje. Një presë 7 sekonda loj. Herohet Mola, provon për 3, nuk ka pinga Mola, Sinonim me rebound në mbrojtje, Clarence. Ja tranzicioni Prishtinës, Dukes, provon me njerë, edhe Aishanon! 65-71, Khalil Dukes. Për të është pika e 10, 3-2. Mola. Që i fundit kaluar të ka Kruki. 4 minuta, 23 sekonda lojë, shojmë sa du të kemi overtime, apo jo. Apo jo, Clarence nga prapa ja ka larguar topin. 13 sekonda në akcionin e pes, Green për Williams. Ja një pasim për Rut, Bisinon e Shanon. Clarence. Ja një pasim për ka Krukin, ka falta i darit për jo pik. Gjuaj dhe tira dhe tje për Valimir ka Krukin. Çalan ka Krukin e Jordan e par. Ka bënë të dytën. Rut me rebound. Williams. Williams shkon vet, Williams! Ka faul të ka Krukit. Ka bënë gjuatën e parë të dirë. Sagnë të dytën. 8 për para Peja. Clarence. Clarence të Vizmir. Clarence gjithë një. Vjenë ndim ka Kruki. Ja, pasimesh për ka Kruki në mesin e dy kundërshtarëve. Nuk shënon as taj radhe Valimir ka Kruki. Dëgjuaj e tira do t'jem për të.
Ka bën ka Krukje në gjuajtën e parë të lirë, pa besueshme. Këta një tjetër ka Krukje që ka 5 tentime, ka shënuar 3 herë tashmë. Kështë tentimi ti 6. Shana në dytën. Williams. Pa një faul të ka Krukit. Faul i fundit që kështë bërë dhe lojtarët e Sigal Prishtinës. Williams. Williams shkon vetë. Williams përdor tabele, nuk ka pik. Tranzicioni shpejt i skuadrës së Prishtinës. Clarence insiston, provon treshën i shkurtër, nuk ka pik nga Clarence. Edhe në shtatë vërsia e skuadrës së Goplus Pejës. Williams për Taj Green. Arti Hajdari. Rut ka një shtyre dhe ka Krukje thot. Adem Shabani. E për ka Krukje kjo është personalja 5 për jashtohet ka Krukje. Kramer dhe Marina bën gati për të inkuadruar. Van Rud në gjuajtën e parë të lirë. Shana në të dytën. Clarence. Marina. Për pak të mbas topit. Pasim rrezikshëm për Clarence. Clarence shkon vet. Nuk mirët vesh me Kramer. Top tjetër i humbër i Sigal Prishtinës. Është topi 8 i humbër. Qashtë të 75, Bailey që e vjell topin, Clarence, Williams e shpaton. Arti Hajdari. Ako faul të Sinanit, jo që cënë që s'ka Musa Mala. Mala rotullohet. Mala provon shkoj vetë, Mala, Kramer blokade, vanë shpe pikët të pranohen për Musa Malën. Pika 21 tashmë dhe mani time out. Kryet trajneri i Sigal Prishtinës, Laurent Ibrahimi. Clarence.
Dukes. 8 sekonda, Dukes. 10 është abërsia 5. Sinani shkon vetë, Sinani në dhe jam shëron. Arbër Sinani. Pika 7 e Sinanit. Ja, full court. Press defense nga lojtarët e Prishtinës. Jani topi vjedhur nga Sinani. Në fund është fauluar ai, kërkohet faul sportiv. Do vinë ta shohin tashmë këtë faul të touch green në Sinanin, a do të jenë dy gjuajt e tjera dhe topi të takoj Sigal Prishtinës, apo do të jenë vetëm dy gjuajt e tjera shkaku i bonusit për Arbër Sinanin. Do mbeten si një faul i zakonshëm. Të gjuajt e tjera do të jenë për Arbër Sinanin. Fillimisht do ndalet loja me një time out të thirrur nga skuadra 5. Millaçi kërkon të ketë afër lojtarët e tij. Sinani me dy tira. Shënon Sinani në të parën. Shënon në të dytën. Ja, janë hapa ato, jo. As faul. Për presionin e lojtarëve të Prishtinës dhe të tifozëve vendas. Mala. Williams, i ty vishuar, Williams. Arin shmang dy kundërshtar, Williams. Williams e një, mbi Bejlin gjuajtja, nuk ka pik, Rud, duel me Morinën, Rud bon tomin skuadra Pejës. Një minut loj, Williams, ka një faul të Bejlit, dy tira do t'jenë për Ashej Williams. Shalom Williams në gjuajtën e parë. 14 pikë nga ai. Apo në të dytën, Williams me rebound në sulm. E pa besueshme. Rebound e 24 në sulm nga skuadra Pejës. Williams nga maja qecit për 2 i shkurtër, tashmë Dukes me rebound.
zbudet skuadra Sigal Prishtinës sulmoj shpejt. Clarence, ja një faul i Malës në Sinanin. Qalan në gjallën e partë të lirë armë Sinani. 72-78. Sinani ka bërë në të dytën, Mala me riband, ka faul të Sinanit. 72-78 mbeten dy gjuhat e tjera do t'jenë për Musab Malin. Është tjera parë që do e shojmë në vijën e të lirave Malin. Sak Mala. Ka bërë në të dytën, betet në shtatë e vërsia. Bailey. Pravan të sulmoj vend, zjerë topin për Marina. Marina nga anash për 3, duk që nga fillimi që nuk do t'ketë treshe dhe ka një faul në Bailey. Dy gjuhat e tjera do t'jenë për të. Ka bën Bailey në të paren. Shpresa që zbena më tej që Sigal Prishtina të evitoj humbjen. Tjetë një vitore madhe pes kjo. Si Misafire në krye qytet. Pas një ecurie negative mund temi, si në mos ajo humbje ndaj vllaznisë të Shkodrës në ligën unike. Poshtë në Prishtinë edhe nga Bora, ka faul në Ajdarin. Nga Dukes, dy tjera për Arti Ajdarin, që është një gjuajtës shumë i mirë. Edhe për Ajdarin do tjetë për irë të parë. Apo do tjetë për irë të parë në vijën e të lirave, peja që dominojnë në aspektin e ribandeve në sulm. 24 kanë marrë ata. Po në ashtoj në pjesën e dytë, qarkulluan topin perfekt, ku në detalj kanë 16 asiste. Nuk shënë në të parën Ajdari. Sak në të dytën, ta këtyër prap në shtatë e vërsin, Ibrahimi që majnë e tjetër time-out, 73-80. Edhe 26 prisë 2 sekunda, peja fare pram fitores. Time-out i Sigal Prishtinës. Timing, guys, timing. 73-80.
Vazhdon të insistoj të jenë në pasën e nejtë Sigal Prishtina, gjë që nuk funksionoj për shumicën e kohës në çerrekun e 4. Marina për Sinonin. Marina edhe njerë, sulmon shpejt. Shanon në dheja pa të Marina. 75-80. Edhe mani time out tashmë skuadra PS. Shtatë 85-80, Musa Mala për i vënën e topit, pasimi për Road, faulohet nga Sinani. Do të jenë dy gjuajt e tira për të. Ka bën Road në gjuajtën e parë. Saknë të dytën, bedën e gjarë dhe vërsia, du të kemi zëvendësimet e peja. 75-81, paraqiti shumë e mirë nga Road me 18 pikë. Clarence, është specisu më për para Prishtina, Clarence. Pasimi për Dukes, Dukes mashtrojnë një kundërshtar, Dukes nga ana, shprovon për 3, Dukes shënon! 78-81. Mala, për Taj Green. Janë pasimi rrezikshëm, por është vapi nga vërsia që nuk shënon, Ardi Hajdari me rebound e sot, është fauluar Hajdari. E pa besueshme çfarë nuk ka shënuar Shëndrit Llapi. Për pak të diskutoj edhe fitoria e PES pas kësaj. Çfarë bëri Llapi nga vërsia, fati mirë i tij që pranisht Ardi Hajdari. I duhet vetëm një gjuajtje për të shënuar për ta bërë pothuajse për të pamundër për skuadrën e PES. Në falë skuadrën e Prishtinës dhe në lojë ka bën Hajdari në gjuajtjen e parë të lirë. Nuk kanë time-out e asnjëra prej skuadrave. Shanon Hajdari në të dytën. Dukes. Pasime për para për Marina për 3, nuk shënon dhe Peja do dalë fituese. Nga kjo përballje 78-82 fiton nga plus Peja. Në poshtë si mysafire skuadrën e Prishtinës me një lojë jashtëzakonshme të Musa Males, i cili shënoi 22 pikë, bëri 7 rebound e 2 asiste, lojë shumë e mirë nga Williams me 14, Ruth pati 18. Në paruar edhe kontributin e Taj Green nga banka, i cili realizoi 16 pikë. Në anën tjetër të Prishtina, Bailey me 25 pikë, 13 pati Dukes, 12 Katruki, dërsa nga banka Sinani që pati 10 pikë. Një deshe shumë interesante, po që largoni do të kemi dy trajnerët në intervistë, po të dëgjuar pas pak.